Qeveria do të ndërmarrë një reformë të thellë në sektorin e ujësjelljes kanalizimeve me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve. Nga analiza vjetore e Drejtorisë së Përgjithshme të Ujësjelljes kanalizimeve, ministri Edmond Agjinasto vuri theksin tek përmirësimi i performancës së ndërmarrjeve përkatëse me qëllim vendosjen e një sistemi të integruar në përdorimin e ujit që nga burimi e deri tek mbledhja e faturave. Performanca ka disa shifra që flasin vet, janë njolla të zeza do thoja, për sa i takon këtij sektori. 67% e ujit është pa të ardhura. Në nivelin e dokumentave politik, pa diskutim duhet me njëherë të ndërhyjmë tek dokumentat e politikave që kemi, qoftë strategjia sektoriale për periudhën deri në vitin 17, duhet të ndërhyjmë përkatësisht, sepse këto dokumenta politikash nuk kanë funksionuar me qëllim të përmirësojmë shërbimin ndaj qytetarëve. Më tej, Agjinasto ka nënvizuar rëndësinë që ka qytetari si partner dhe nuk ka lënë pa përfshirë në këtë reformë edhe shtresat në nevojë drejt të cilave do të drejtohen edhe subvencionet nga qeveria. Theksoj edhe një herë një politikë të re për subvencionet, e cila duhet targetuar tek njerëzit me të ardhura më të ulta, te njerëzit në nevojë. E përsëris, nuk do të ketë subvencione për të mbuluar eficiencën e ulët, për të mbuluar keq menaxhimin e ndërmarrjeve të ujësjelljes kanalizime. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Agjinasto pohoi se nuk do të mungojë edhe rritja e investimeve në sektorin e ujësjelljes kanalizimeve, por këtyre investimeve do të bashkangjitet edhe sektori privat.